Familja e artistit të ndjerë Shpat Kasapi ka dalë me një reagim publik pas humbjes së parakohshme të këngëtarit. Përmes një postimi në rrjetet sociale, ata falenderuan miqt, kolegët dhe publikun për ngushëllimet dhe mbështetjen që u dhanë gjatë kësaj periudhe të vështirë. Faljush, kujtimi i Shpatit u nderua ashtu siç e meritonte, me dashuri dhe me mirënjohje, shkruajnë ata, ndërsa shtojnë se ndarja e tij nga jeta është një humbje e madhe jo vetëm për familjen e këngëtarit, por për të gjithë komunitetin artistik shqipfolës dhe për të gjithë ata që e deshën artin dhe muzikën e tij. Ikja e tij në amshim është një humbje e madhe, jo vetëm për ne si familje, por për gjithë komunitetin artistik shqipfolës dhe për të gjithë ata që e deshën artin dhe muzikën e tij. Jeta është e tillë, jetojmë sot, por nesër mund të ikim, dhe pikërisht për këtë arsye, kujtimet e bukura mbeten pasuri e përjetshme, shtuan ata mes tjerash. Kujtojmë se Shpat Kasapi ndëroi jetë pas një sulmi në zemër, duke lënë pas familjen e tij, përfshirë djalin 3 vjeçar nga martesa e tij me Selvie Jaun. Postimi i plot i familjes Kasapi. Të dashur familjar, miq, kolegë dhe të gjithë ju, publik e dashamirë të muzikës së Shpatit. Në emër të familjes son, ju falenderojmë nga zemra secilin prej jush për mbështetjen, ngushëllimet dhe respektin që na keni dhënë në këto ditë të rënda. Faljush, kujtimi i Shpatit u nderua ashtu siç e meritonte, me dashuri dhe me mirënjohje. Ikja e tij në amshim është një humbje e madhe, jo vetëm për ne si familje, por për gjithë komunitetin artistik shqipfolës dhe për të gjithë ata që e deshën artin dhe muzikën e tij. Jeta është e tillë, jetojmë sot, por nesër mund të ikim, dhe pikërisht për këtë arsye, kujtimet e bukura mbeten pasuri e përjetshme. Buzëqeshja dhe energjia e Shpatit do të mbeten gjithmonë dritë për ne. Ju falenderojmë pafund për praninë tuaj, për fjalët e ngrohta, për lutjet dhe për respektin që i kushtuat. Me mirënjohje të thellë. Familja Kasapi.